Deri te një vendim i gjykatës, mesatarja është 33.4 muaj. Çfarë drejtësie është ajo? Ne në raportin tonë si BIRN që ka objekt 37 aktgjykime të publikuara nga vetë gjykatat në sistemin e publikimit të aktgjykimeve në shkallë të parë dhe 10 në shkallë të dytë, rezulton që kur kemi të bëjmë ngritjen e akt akuzës, pasur parasysh edhe faktin që këto nuk janë vepra shumë komplekse në kundrejt veprime hetimore, janë pasojat evidente që nga si mesatare po flas, nga dita e aksidentit, momenti i aksidentit deri te akt akuza, mesatarja është 9.3 muaj. Do me thonë, në rastet që i kemi shiku, por vonesa rrjedh pastaj te vendimi gjyqësor, ku nga ngritja e akt akuzës deri te një vendim i gjykatës, mesatarja është 33.4 muaj, që i bie rreth 3 vite gati, pothuajse 3 vite. Kur ja shtojmë edhe periudhën e hetimit, vetëm në shkallë të parë po flasim, një rast i tillë merr kohë pothuajse 4 vjet. Dhe çka është pak absurde në krejt këtë çështje, është fakti që nga 37 aktgjykime të analizuara, rezulton që në 29 prej tyre kemi pasur pranim fajësie. Marrëveshje. Ose pranim fajësie ose marrëveshje, sepse janë institute të ndryshme. Pra, imagjinoni tash sikur mos të kishim pranimin e fajësisë, efikasiteti i trajtimit tyne do të ishte shumë i varfër. Dhe kjo na po ashtu na mbështeta që sapo e parashtroi ish kryetarin tonë. Nëse Unë jo pa arsye ju referova kohës gjatjes së trajtimit të këtyre rasteve në procedurë penale për faktin se kur kemi këto vonesa, po ju keni folë vetëm për shkallë të parë, pyetja është edhe sa nëse shkojnë në shkallë dytë. Çështja çfarë drejtësie është ajo kur një individ, tash po flas për palën e dëmtuar, se hallën unë më shumë e kam te pala e dëmtuar, për realizimin e një kompenzimi, se zakonisht e keqja që ndodh, fatkeqësia në punë është një, e dyta është mungesa e reflektimit adekuat në aspektin edhe njerëzor edhe human, edhe nga vetë bartësit e përgjegjësisë në subjektet ku ndodhin të fatkeqësi, kuptimin e përmbushjes obligimeve të kompenzimit dëmit që mos me prit vendimin final të gjykatës. Prandaj çështja është se nëse kemi parasysh interesin e palëve të dëmtuara që janë punëtorët këto që pësojnë, atëherë unë mendoj që gjykatat tona në Kosovë duhet të bëjnë përpjekje maksimale edhe këtyre çështjeve të dhanë prioritet në trajtim, si shkalla e parë, si shkalla e dytë, sepse është pyetje fati njerëzve, po përsërisht edhe njerëz që janë shtresa në aspektin material më e goditur në Kosovë.